Miqtë Prizmës, mediat kosovare, portalet, por edhe mediat shqiptare janë marrë pak me vizitën e presidentit Ukrajinës, Zelenski në Serbi, te Aleksandar Vučić. Në para thënie, unë në përgjithësi, e kam edhe në shkrimin, nuk kam kurfar respekti për këtë president të Ukrajinës, sharlatan, njeriun që sigurisht po rrjep edhe Evropën, ka rrjepur deri diku dhe Amerikën, që mban vendin në luftë sepse do që ta zjas sa të mundet, edhe nuk është çështje vetëm patriotizmi, është çështje për të përcaktuar nëse Rusia është agresore, e për ta dyshuar është apo s'është, dihet që është. Edhe se Putini është Putin. Këto i dim gjitha. Problemi është se si sillet ky njeri dhe çfarë përdor dhe si përdor për të krijuar shtetin më korruptiv që ka Evropa sot. Grop financiare të jashtëzakonshme dhe normalisht një vend i cili s'bën as zgjedhje, s'ka as demokraci asgjë. Për këto, as që diskutohet që kam këtë lloj mendimi dhe për ma tepër që nga Gjermania dhe Franca, sidomos nga Merz, nga gjermanët, cilët janë gjithmonë në fluturimet e tyre për idiotësh, njerëzit më të pa hyrnek, përse i përket edhe politikave evropiane edhe globale, propozohet që t'i kalojnë shkallët e integrimit në Evropë, Ukrajina me Moldavin. Tashi, unë nuk kam qejf të merrem me këto element përballë një agresioni i cili është agresion rus. Dhe vjen pështirë të merrem, por e di që jam i qartë, pavarësisht se është agresion rus, që aty vllai ka sulmuar vllain. Maksimumi djalin e Xhaxhait, djalin e Aç. Në të gjitha konceptet e mundshme. Edhe nëse do më pyesni se kujt i takon Krimea, sigurisht nuk do thosha kurrë se i takon Ukrainës, sepse unë e njoh historinë dhe di që Krimea ka qenë gjithmonë, edhe kur kanë qenë kontestuar midis Perandorisë Osmane dhe asaj cariste, pjesë e Rusisë. U bo vizita dhe sigurisht po pritnin në Kosovë, po edhe në Shqipëri, gjithë pjesa folklorike dhe marrëzirat e patriotizmit, nacionalizmit idiot, shqiptar, kosovar, që bëjnë gjithë ditën kështu dhe shkruajnë në Facebook gjërat mëdha, po në vërtet e kanë kryet bosh, janë boshlek i gjithi, boshlek edhe irracional filozofike dhe politik, që kur t'i bësh pyetja se e njeh apo se njeh Kosovën, ky Zelenski të merrte një lloj pozicioni i cili një farë mënyre t'i tregonte atij Vučićit që unë edhe mund ta njoh, por mos më thanë që do ta njoh. Ai vërtetoi atë që ne do vazhdojmë mos ta njohim. Sepse sigurisht ka disa kushte të cilat nëse i praktikon te Serbia për të njohur Kosovën, domethënë do të njohë Serbisë edhe Krimen, që sapo shpjegova, por edhe Donbasin, Donetskun edhe ka mundësi edhe Odesën. Kështu që në këtë pikë, as i prisja të thote një fjalë tjetër, këtë do thoshte. Ndërkohë që pati reagim edhe prej Ministrisë Jashtme tonë, që bëhet një lloj krahasimi, bëhen lidhje, connection, që s'kan connection midis Kosovës e Ukrainës, secila ka tipin e stereotipin e tyre e vetë dhe njëkohësisht nuk mund të interpretohen të lidhura me njëra tjetrën, të bëhen si pjesë kompensuese, s'ka lidhje fare me këtë punë. Absolutisht asnjë lloj lidhje.
normalisht më duk normale. Janë të mikëpritura bashkëpunimet edhe tërheqja e Serbisë drejt Evropës edhe jo drejt Rusisë, por praktikisht Ukraina metet një vend që ndihmohet si nga Shqipëria dhe ashtu nga Kosova, në të vërtet nuk e njeh Kosovën. Po nuk është problemi se këtu nuk e njeh Ukraina. Ukraina nuk është një element relevant, ka që masë nuk bën pjesë në BE. Do të jetë shumë e vështirë që të hyjnë, pavarësisht se me këto budallëq që ka Gjermania si Bundeskancelar, edhe mund ta njohin, por shpresoj që ky ta ketë shkurt tash, sepse kanë ndryshuar punët edhe edhe gjermanët dinë mirë botë se s'po harxojnë për miliarda rreth 60 miliard për ukrainësit, edhe janë 5 milion njerëz aty që pak punojnë, tjerët marrin paratë edhe bëjnë qef. Nëse tash në këtë pikë është një veprim i cili sigurisht i takon përparim Ramës. Është një fasadë e madhe, një pallati të rëndësishëm në Prishtinë, ku ishte flamuri Ukrainës. Dhe ishte ngritur për një arsye, e kupton. Sulmit edhe agresionit rus. Në moment që me të vërtetë në Beograd thuhet qartë që ne nuk e njohim, dhe do mbajmë këtë qendrim për Kosovën, ai flamur nuk ka arsye që të qëndrojmë aty. Është një flamur, një shteti që sigurisht është viktim, por që nuk njeh Kosovën. Nuk e njeh Kosovën. Do thoni ju që shiko se me këtë logjik nuk duhet në Kosovë nuk duhet ngrihet edhe flamuri i Spanjës, se nuk e njeh. Bile asaj i Vatikanit, se nuk e njeh. As i Slovakisë, se nuk e njeh. Jo, këtë nuk mund ta them, sepse me të vërtetë Spanja nuk e ka njohur, po Spanja ka bërë disa veprime, sepse ka sjell kekfori njerëz. Plus edhe vendet e NATO-s edhe të Bashkimit Evropian që japin fonde për Kosovën. Ukraina çfarë ka dhënë? Vetëm ka marrë edhe për Kosovës. Ukraina sot merr nga të gjithë vendet e Evropës, nga Amerika dhe nga shumë vende të botës. I merr hedh në gropën e saj të korrupsionit. Shteti më i keq i botës, shteti më korruptiv dhe më i keq i botës. Absolutisht shteti më i keq i botës që Merç, cili unë e veris, do ta fusi edhe përpara Shqipërisë, edhe përpara Malit Zi, edhe përpara shumë vendeve të tjera në Evropë, sepse kështu ka leverdi politika idiote gjermane e kohës së sotme, se s'ka për të bërë vaki nesër, kur të bëhen zgjedhjet e tjera. Nuk ka për të bërë vaki kjo punë. Këto budallëq të kësaj natyre nuk kanë për të kthyer sipër gjermanismë. Por Zelenski ky është. Nuk është burr më i mirë se sa kaq. Unë do ta kisha rishikuar pak edhe politikën tonë, pavarësisht se ne jemi në pozicion të vështirë, edhe me Ukrainën, sepse jemi në një pozicion integrimi dhe nuk na duhen sherrë të tilla. Po në Kosovë, asnjë lloj problemi nuk bën. Sepse Kosovën nuk e njohin që nuk e njohin. Politik sigurisht duhet bëhet edhe qeveria nuk ka. Dhe që Kosova sot ka qeveri e cila rri pendul, rri në ajër nga marrëzitë e Kurtit në përgjithësi dhe nacional socializmit tyre, ose fashizmit më mirë të themi, të Albin Kurtit. Nuk duhet të kishin pritur në një përgjigje tjetër. Nuk duhet të kishin bërë kaq si patriot. Kanë bërë vetëm një veprim të mirë. Thjesht i kanë ulur atë flamurin për t'ju treguar që ju nuk jeni kaq të respektuar ke ne. Sepse sigurisht sjepni asgjë, ndihmohen nga Kosova, nga ajo Kosova që konsiderohet e varfër edhe vendi më i varfër i Evropës, edhe vetë nuk japin asnjë lloj ndihme, nuk përmendin as pavarësisht të kontakteve dhe elementeve. Nuk ka pse flamuri i tyre të jetë gigantesk aty në atë pallat, i cili përdoret sigurisht për element të tillë të shfaqjes së madhe të një po themi ndërkombëtariteti dhe mrekulli edhe kombëtare, patjetër, edhe mrekullitë kombëtare aty përdoren. Nuk ka pse të fare. Kështu që në çështjet e patriotizmit nuk duhet të lëshuar pe dhe njëkohësisht s'është nevojshme të bëjmë patriotët e Facebookut edhe të marrat e Facebookut. As budallet nacional patriotizm idiotit
me njëri tjetrin. Sepse sigurisht shqiptarët pastaj kanë marrëzim për të kapur me njëri tjetrin. Pse ai ka një mendim pak më ndryshe se ky. Fillojnë e bëjnë armiq me njëri tjetrin. Dhe këtu nuk e kanë fajin Ukraina si tas Zelenski, këtu e kanë fajin shqiptarët. Dakord miqtë e mi? Kaq kisha për të thënë.